Në momentin që ti i thret qytetarët dhe militantët opozitar që të ndërmarrin një protestë dhe një protestë ku do ketë patjetër edhe incidente dhe problemet të kësaj natyre, siç e thatë ju, atëherë shtrohet një pyetje e thjeshtë. Cili është objektivi i kësaj proteste? Çfarë duan të realizojnë? Duan të realizojnë një qeveri teknike. Ideja që në zgjedhje nuk fitohet me votë përballë Edi Ramës dhe patjetër duhet qeveria teknike, kjo kaos duhet të fitojë para zgjedhjeve. Tash pas zgjedhjeve është përzimin e Ramës. A do të realizojë dot pra objektivin një proteste e tillë e opozitës? Për të larguar nga qeverisja Ramën si kryeministër, në fakt problemi nuk është vetëm Rama, problemi është gjithë Partia Socialiste dhe ato që drejtojnë pushtetin sot, se nuk mund të ndërlidhet gjithmonë vetëm me një person, nuk mund ndërlidhet e keqja. Nëse ne e fokusojmë atë çfarë po i ndodh Shqipërisë të qeverisë si të keqja. Dhe a do ta realizoj këtë? Unë besoj dhe jam i bindur që kjo opozitë me këtë lloj proteste nuk e realizon dot. Sepse këtë skenar e kemi parë jo tashti, ky skenar është skenari përsëritur, po ishte era e parë, mund të isha edhe nga ato skeptikët që do thoya do presim dhe të shohim se çfarë ndodh. Po duke qenë se ne kemi parë protesta edhe më të dhunshme, edhe më agresive, edhe më të mëdha se këto në kohën e drejtimit të PD-s nga Lulzim Basha, që ndoshta nuk ishte natyra një lideri të fortë, për mos tani ishte lider qesharak, dhe u realizonin protestat, sepse protestat kanë të bëjnë themelin e vet me gjendjen opozitare. Pra me reagimin kundra një qeverisje e cila normalisht jo po akuzohet, po i faktohet në gjithë hallkat e saj nga piramidal, në gjithë piramidën e saj po i faktohen element korruptiv që nuk kanë qenë të faktuar më parë, është përfolur gjithmonë. Po që të arrish dhe të ndërtosh akuzat drejt për drejt për 2 zëvendëskryeministra, për një numër të madh ministrash, e për shumë hallka të tjera që kanë në dorë tendra, kanë në dorë qarkullimin e parave, atëherë ky problem është problem serioz. Dhe ti të dalësh dhe të krenohesh pse është kjo gjendje, domethënë kjo është merit e Ramës, nuk është merit e as e Sali Berishës as e frontit opozitar.